Hajde e bojnë as bashku një torte me moll shumë të thjeshtë me Elizën. Kjo torte me moll është më e lehta edhe më e shijshmja që keni me bo ndonjëherë, besoni. Për këtë recept nuk ju nevojitet as peshore, sepse kena me përdor këcenin ku janë jogurtët që e kum la, e kum tha. I them 3 vue. Kam e mush këtë pako me jogurt. Tundim mirë, si që shtu e bo Eliza. Ju duhet gjys që si kapi me vaj. E tundim mirë. 2 me sheqer. 2 kapa me miell. Tani s'ka me thonë unë e këm qitë tortën, se sen se të bo. Po, ama... Edhe kime i qëru edhe me i pre mullat. Ju nevojitën 3 mulla, 2 që keni me i fut të preparacioni këto në bro, edhe një që keni me lanë për stërvismën e tortës. Pak kështu haru edhe një pluhur pjekje. Ko gjithmonë më shteni me për mua. Ma e vogla i. Nalda që të shike bo? A jam motra ma e mirë? Po. Si ka të zënë e dunës? Ja, s'ka të... Hajt, po të një mëj se që 2 ure të një. Duhi me nxej furën në 180 gradë 10 minuta para se me fut tortën në furë. Duhet mu duk që shtu tortja, te i për bukur, se një formë lule. Edhe kam një këshill për juve, mu nuk më ka qëllue sheqer vanil, por ja hudhi sipër që mu duk ma e reshkt, ma e bukur. Gjithsesi, kam me i qit pak sheqer. Shpiko? Kuku. Voila! Edhe mundeni me qit pak kokos për mi. Unë kam i qit veç të njona onë se Eliza nuk e do kokosin. Nëse ju ka pëlqy edhe nëse e bani qpe, mos harroni me ma qit në komente që ju ka dollë tortja.